Kryeministri kroat Andrej Plenković u ka propozuar liderëve evropian që çështja e pranimit të këtyre shteteve në familjen evropiane dhe ardhmja e këtij rajoni të jenë pjesë e agjendës së Këshillit Evropian që mbahet në muajin qershor. Plenković thekson se vonesat në integrimin evropian i hapin derën fuqive të tjera globale që të zgjerojnë ndikimin e tyre në këtë rajon. Osvrnuli se na situaciju u drugim zemljama. Zgjerimi i Bashkimit Evropian duhet jetë një përparësi strategjike veçanërisht në lidhje me shtetet pjesë e Ballkanit Perëndimor. Sa më ngadalë të jetë ky proces, aq më e madhe do të ishte pesha e lojtarëve të tjerë global aty, qoftë Rusia, Kina apo vende të tjera. Kjo është arsyeja pse ne mbështesim një proces të strukturuar dhe dinamik zgjerimi të BE-s. Çështja e pranimit të këtyre shteteve në BE dhe e ardhmja e Ballkanit Perëndimor të jenë në agjendën e takimit të Këshillit Evropian në muajin qershor. Kryeministri kroat ka shprehur po ashtu shqetësimin e veçantë në lidhje me retorikën dhe veprimet përçarëse që vijnë nga Republika Serbe e Bosnjë-Hercegovinës, e udhëhequr nga Milorad Dodik, i shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.